Remzia shkon në pushime, por nuk gjen qetësi. Këngëtarja e njohur Remzia Osmani pas një sezoni të ngarkuar me shumë ahengje familjare ka vendosur të marrë disa ditë pushimi larg angazhimeve të përditshme. Ajo ka udhëtuar drejt një vendi të ngrohtë për të shijuar diellin dhe detin. Megjithatë, duket se Remzia nuk po arrin të relaksohet plotësisht. Në një postim të saj, ajo është shprehur: "Zdi, ka marrë me pushu, por asnjë këngë se kam nis. S'jam duke ditë çka me punu, janë sos i det." Kujtojmë se gjatë verës që lanë pas, Osmani ishte mjaft të kërkuar në përgëzime familjare. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.